Më ka vdek, thot baba, e në të pamën e ti një shishe ujë e verë në kuzhinë e la dikush. Se dim kush, pyetëm por askush nuk u lajmëru. Nuk dua që t'i friksoj njerëzit edhe t'a bëj të madhe këtë gjë, po ju garantoj se në këtë popull ka shpirt zdi, idiot, edhe dashakeqës sa dush. Edhe i shfrytëzojnë darsmat edhe dekjet për me bo keq. Nuk e lën njeri në hallet e veta, me mërzijat e veta, po qojnë edhe shishe me ujë, bëjnë ata, bëjnë këta. Po kemi raste kur detyrohemi me u marrë, me darsëm ka bon njeri, kanë shku edhe i kanë bon lloj magjish. Nëse kthehemi prap, çka këshilloj që në rastet të tilla mos më friksu mas pare, më mbështet në Allahun xhaleshanu dhe çdo gjë të dyshim me marrë dhe me i fry. Me i fry për shkak këtë rast me qel shishen, ose me i fry, ose me marrë dikun larg, me abdes, me dhikr, me shku edhe me e gjujt. Me shku me e gjujt, pra me dert si ujë. E keq përdorin, e lloj idiotësi bëjnë, thash, ndarsma vin njerëzit edhe na thojnë fatkeqësitë që i kanë ndodhur te nusja, te dasmorët, edhe ndekje po ashtu, ku vrapojnë njerëzit, domethënë me i marrë ujin e xhenazës, stakfirullah, për me bën lloj dame. Allahu na ruajt.